Fill pas apelit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadores së Bashkimit Evropian, PS e LSI janë deklaruar të gatshme të miratojnë draftin e Euralius dhe Obdat për reformën në drejtësi. Në komisionin me dyert të mbyllura mësohet se ka pasur madje edhe një propozim për ta miratuar të mërkurë në parim draftin, por Partia Demokratike ka kërkuar më shumë kohë për ta shqyrtuar atë. Dy përfaqësuesit e shumicës në komision, Xhafa i Partisë Socialiste dhe Vasili Lëvizje Socialiste për Integrim, shprehën besimin se reforma nuk do të dështonte, ndaj dhe s'do të kishin asnjë arsye për të ndjerë të turpëruar. Kemi bërë një hap të rëndësishëm përpara. Kemi sot draftin kushtetues, projektin kushtetues, pati një propozim nga ana e kolegëve të mazhorancës për ta votuar sot në parim opozita, kërkoi më shumë kohë. Gjithë ky mobilizim për ta miratuar sa më shpejt reformën brenda muajit qershor është një arsye më shumë për të shmangur dhe turpin e këtij komisioni? Duhet ta pyesni ambasadorin për kë kishte të adresuar atë shprehje. Antarët e komisionit. Unë drejtoj një komision i cili ka bërë një punë jashtëzakonisht madhe. Miratimi në parim është një çështje e cila nuk besoj që ka nevojë të diskutohet më. Për sa i takon Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk do të dështoj as reformën drejtësi, as komisioni. Objektivi besoj do të jetë që të surprizojmë pozitivisht opinionin publik shqiptar që ta votojmë dhe më shpejt nga ç'mendohet. Numri 2 i komisionit Eduard Halimi në emër të Partisë Demokratike ka deklaruar se drafti i Obdat dhe Euralius do të shqyrtohet nëse janë reflektuar kërkesat e opozitës për ngritjen dhe funksionimin e institucioneve të reja. Do të shohim nëse drafti final i paraqitur sot respekton të gjithë opinionet e Komisionit të Venecias, shef shqetësimet dhe ka trajtuar shqetësimet e opozitës që kanë të bëjnë me kapjen politike, me luftën ndaj korporatizmit dhe pastaj ditën e hënë do të diskutohet lidhur me draftin final, do të bëhen pyetje, do të diskutohet lidhur me draftin final. Java e ardhshme do të jetë vendimtare për miratimin e reformës në drejtësi, ku mbledhja e radhës është programuar ditën e hënë, ndoshta si shenjë simbolike për t'i treguar Bashkimit Evropian një sinjal pozitiv në ditën e Europës.